Këngëtari i njohur dhe fituesi Big Brother VIP 2, Louise Ailey, ka bërë një rrëfim të jetëprekës dhe shokues gjatë një interviste me Eli Salihun. Këngëtari, i cili zakonisht shfaqet gjithmonë me humor dhe energji, kësaj radhe ka ndarë anën e errët të famës dhe urrëtitjen e pajustifikuar që ka marrë në rrjete sociale, e cila ka prekur pikën më të dobët të tij, vajzën e vogël, Lunën. Luizi ka treguar se urrëtia online ka arritur deri në atë pikë se i ka dërguar foto të vajzës së tij të vogël të montuara në arkivol, një veprim makabër që e ka tronditur thellë. Të çohesh për gjumit dhe të shikosh mesazhe që të nisin fotomontazh të vajzës tënde në arkivol dhe mendon, çfarë kam bërë? Kam fituar një format. Vajza ime s'ka faj, s'ka bërë as 2 vjeçe, u shpreh ai i prekur. Këngëtari shpreh se nuk arrin të kuptojë se si njerëzit mund të arrijnë deri në këtë pikë njerëzore, kur ai nuk i ka bërë keq askujt personalisht. Si u kanë prekur kurrkënd, as në moral, as në nder, ti çohesh dhe më thua fjalët më të ndyra për vajzën. Çfarë fiton? Janë njerëz që hapin adresa falso, marrin internetin e lokalit poshtë se nuk kanë. Çfarë të bëj? Të hapet ashaj? Vetëm 2 gojën time, tha Luizi. Në fund, ai tha se ka zgjedhur të injorojë dhe të lërë gjykimet hyjnor, pasi reagimi ndaj tyre nuk ia vlen asnjërisht. Zoti ju paftë ju gjykoft, se unë kam kryer punë me ju, përfundoi ai. Ndërkohë, edhe Kiara Tito, e cila ka qenë pranë bashortit të saj, ka shprehur që është prekur shumë nga fjalët apo ofendimet që thonë njerëzit për vajzën e saj të vogël, e cila nuk ka mbushur ende 2 vjeç. Ajo kërkon që njerëzit të mirëkuptojnë dhe të mos flasin lart e poshtë, me fjalë të ndyra, pasi kjo është një nga gjërat më të shëmtuara në botë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se këta njerëz duhet të dënohen? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.